shkoj ke një fëmijë, shkoj ke një qytetër, vot ke një fëmijë, i shkreti, shash kishte kapaciteti. E ne, ja lujti, e kapi për qakete, më falë për shprejnë, më të kapshë për qështu. E në mira kres, tik. E pash, ja dishëm sa kapacitet kishte. Kur marrë mësimin, dulli, më thot, mu e thot, du me thot, si të dukora mësimin? Se të kom pa të shpiguet. Mu së mbëlqeve. Pse? Një mësus si nuk e vlerëson, sa ja batë ronin, ja i nëzonë si, a i nuk e mësus. A i nëzonë si sun morri, se në atë ko ishin pesat, po. Sun morri në bit 2.5, 3, nuk mune kapi, 4, 3 shëgjyrës venja kësho 4. Si t'i japish mundësi, a u shëshirë se mora, që të mundohet me studiu. Në qofë se ta ba me hilaj, e di mësimin e tallet me ty, ullje një gjysë note, po në notë mos ja ullë. Pse? Theje shafën me i tjetër jo me ty. Ma hirë poshtë. Po i lumë të rjetin duhe? Po. S'kam ba kesh kur, si më t'jemi numë. Kur puna ime më ka hecë. Të betohem, jo një herë po mbi 20 herë më kanë marrë me urgjensë për avarit që ka do të fabrikat pasurimit. Nga një onë thamë, Zoti më shilë më ka një mu për ta bëhë. Do t'i të shkojmë në Europë, ne? Një berd vetë me hau. Në kordje? Një berë? Një berd vetë me hau. Qa është beri? Shish? Qa është beri? Beri dhe jadelja. Dhe jadelja. Për ty do të pëlqen të t'ishim në bashkimin e Europë? Ajo më pëlqen se janë për të rritë e për kretë. Dhe se të rritë të bajnë menen për Shqipërinë. Sa t'je gjallë shpinë tonë e mos e harro. Sa do të merat bajun, njerëzit tu mos i harro. Harrove njerëzit tu nuk je përri merë për bu. Në më raportosh vlargë unë, ti për 6 mujt kom fut në losh një shtohesh. Se ti mu më brat një shaftë. Kur raportot landan. Unë vlat qujnë e shokun e punës. Unë jam shteti për momentin. E vjetë të jemë rëpërdo. Çfarë kemi në shqiptarët që se kanë asnjë vend të tjerë? Asnjë qytetari tjetër? Shto si të thash. Shto si të thash, me po kishtë një qetër. Shado qetër. Shado ma të kishë. Ma kishë s'ka këshkon. Jo, çfarë kemi ne më mirë, po mendoja. Ma mirë, ne. Po kemi zgjurësin. Po kemi me bo nera. Se ka shumica bëjnë nera shumë. Presin e përcelin. Mishë, si ta thash, shusha që ta thash për mishësin. Po gjëja më me vlerë që ka njeriu? Ai si ka bes një, e nuk kranon njerëz, shajo është, ka besa burri më i miri e njeriu më i miri. Besa është gjëja më e madhe. Besimi është koka e njeriut. I pa besi, me det kujt bje. Mor në qoftë ne për të vratë brejte. Pra ti jep mundësi të dyta, po të po treta jo? Po 2 jo? herë tretën që të falmo, ja. Mi bënë i vrejtje ku nuk të bëlqen. Se kom shiftë në bëjsh vrejtje. Jo, du të digjoj. Ja, po, një, si së bën vrejtje nuk të do. Po, muhabet, pa kontradita s'ka. Ha, më folni, a bona gabim? Jo. E kanë menjen këta të Zvarneci, aty u vret më dhe, të Zvarneci. Më më shqit një budallë ka manë. Jo. Se jam plak ta, që së në nresh mo. Plaku se s'kam kohë, se nuk jam me dit, nuk të nesër s'jam. Besim. Ke në përgjithësi? Besim tek njerëzit. Si ta studioj njëri unë e mirë, kam besim për pa studioj, jo. Pa studioj, jo. Nëse do të thoja unë nue, mjep mu një këshill. Një këshill ty? Po. Shaf s'ke shef me ta bon ty, mu ja bakuj. 1. Mos rrejnë. 2. Për politikën, mos prish shoqërinë. More besh. Politika. Politika mbi 60% në rrënë. Çështja është kush rrej i pari. Po.
Më kënaqja shumë që takova në. Më pash vretje mi ba banet, po Do t'i bëj vrejtjet, po jo sot. Vrejtjet do t'ja lë njerëzve të lën komentet e tyre. mos më fot një fjalë budallëk, po më Na bëni një foto me Nduën përpara se ta mbyllim. Urdhro me celularin tim. Dhe ndërkohë, unë i them të gjithë miqve në Real People, faleminderit shumë që keni qëndruar me mua. Faleminderit që keni dëgjuar bisedën time me Nduën. Nuhe Gjon Markun, i cili më priti në portë të shtëpisë me qershi dhe më përcolli me raki. Mos harroni që të bëni subscribe në kanalin e YouTube-it, më jepni sugjerimet tuaja për njerëz të vërtet që unë duhet t'i intervistoj. Ju lutem, bëjeni këtë dhe më shkruani në Instagram, më shkruani në Facebook dhe në gjitha platformat digjitale, sepse vetëm kështu do kem edhe unë mundësi që ta bëj këtë program në çdo episod të radhës. Faleminderit, takojmë në episodin e radhës gjithë mirë. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.